mendoj se agjërimi në muajin e Ramazanit, që sa më shumë po kalon koha, aq më trend po bëhet për disa njerëz, shqyr Zotit, sepse normalisht që ndikojnë për mirë te cili do, por mendoj që njeriu duhet ta kapërcej pak më shumë atë, përtej trendit, përtej të qenit traditë familjare, përtej asaj që agjeron rrethi shoqëror, mos ndihem dhe unë, apo dikush tjetër që edhe pse nuk i përket këtij besimi, por dëshiron ta provojë, pra ka eksperienca të ndryshme në një shoqëri, sidomos në një shoqëri si kjo e jona, por mendoj se njeriu duhet të hedhë edhe një hap më tej, duhet ta kapërcej këtë, sepse agjërimi përtej të tjerave që ndikojnë të gjitha këto fenomene që ne përmendëm, përtej të tjerave, agjërimi bëhet vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit. Nëse bëhet agjërimi sepse Zoti më ka urdhëruar, atëherë ti bashkë me këtë përfiton dhe shumë dobi të tjera